Hamdi ta kënë Allahu Gjelle Gjelalu, falenderimi ta kënë të madhit Zot, krijues, furnizues, mbikëqyrës i krijesave të Tij. Dëshmojmë se s'ka Zot tjetër përveç Allahut një, dhe dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi është rob dhe i dërguar i Zotit. Paqja e Allahut qoftë mbi Muhamedin alayhi salatu wassalam. Paqja e Zotit qoftë mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij, mbi të gjithë besimtarët përgjithësi dhe mbi juve vëllezër veçanti. Selamullahi aleikum wa rahmetuhu wa barakatuh. Të nderuar vëllezër dhe shumë të respektuar xhamatli. Allahu Gjelle Gjelaluhu wa Gjelle Sha'nuh në ajetin e parë të surës Al-Mumtahina thot Bismillahirrahmanirrahim Ja ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilayhim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum min al-haqq. Sadaqa Allahu al-azim. Pjesa e parë e këtij ajetit thot: O ju që keni besu, o besimtar, mos i merrni për miq, për jarana, për ndihmaqar, armiqtë e mi, thot Zoti, dhe armiqtë e ju. Mos i merrni për miq, armiqtë e mi dhe armiqtë e juj. Ju shfaqni aty në dashnin e afërsin, ndërsa ata nuk ju besojnë hiç në të vërtetën në të cilën ju ka ardhur juve. Pastaj në tjetër vend Allahu Dhul Gjelal ka thonë: Bismillahirrahmanirrahim wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Lidhuni, kapuni fort për litarin e Allahut dhe mos u përçani. Pastaj në tjetër surën, tjetër ajet ka thonë Allahu Gjelle Gjelalu: Bismillahirrahmanirrahim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Mos u ndihmoni njëri tjetrin në të keqen. Mos i ndihmoni njëri tjetrit në mëkat dhe në armiqësi, por ndihmoni në të mira dhe në devotshmëri, në punë të hajrit, punë të mira ndihmoni. Resulullah sallallahu alaihi wasallam në një hadith ka thonë: Kush prej juve e sheh një të keqe, le ta largon me dorën e vet. E nëse nuk mundet atëherë me fjalët e tina. E nëse nuk mundet as me fjalë, atëherë zemra e tij le ta urrejë të keqen. Edhe pse ky është një pjesë e dobët e imanit, por zemra e tij le ta urrejë të keqen. Bazuar në këtë hymje që e banëm, Kryesia e Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës me në krye Muftiun Tërnava ka obliguar gjitha xhamit në Republikën e Kosovës të përcillet ky mesazh, i cili edhe neve këtu na ka ardhur, të cilin duhet ta lexojmë fjalë pas fjale, germ pas germe, sepse e ka peshën e vet. Nuk është një temë e rekomanduar, por është një temë apo një mesazh që duhet të përçohet tek xhamati. E këto esencat e tyre her pas here i kemi thona në përhytëve tona, por a rikujtojmë tani të gjitha mesazhet që vinë në këtë mesazh general nga Kryesia e Bashkisë Islame. Thot i nderuari, të dashur besimtarë, në dritën e zhvillimeve të fundit dhe arrestimit të një personi të dyshuar për spionazh e veprimtari armiqësore dhe përhapje të ideologjive ekstreme fetare në Kosovë, në dobi dhe për interesat të Serbisë, ndjejmë për obligim të reagojmë qartë dhe me përgjegjësi. Ky rast, siç është raportuar nga mediat dhe institucionet relevante të sigurisë, ka të bëjë me një person që dyshohet se ka bashkëpunuar me shërbimet e sigurisë së Serbisë, me qëllim që të keq përdor fenë islame si pretekst për përhapjen e rrymave të dëmshme në mesin e rinisë tonë, për ta infektuar mendjen e tyre, duke dëmtuar fenë tonë të pastër islame, imazhin e kombit duke dëmtuar dhe shtetin tonë në përgjithësi të Kosovës.
Madje ai person në emër të fesë, për interesat të Serbisë, kishte shkuar edhe në Siri. Në një luftë që ne si Bashkësi Islame prej fillimit e kemi sqaruar se nuk ka të bëjë asgjë me fenë islame, por që është shfrytzuar për agjenda të ndryshme, kundër fesë, kundër kombit e kështu me radhë. Vëllezër të nderuar besimtarë, Islami është fe e paqes, e mëshirës dhe respektit për rendin dhe drejtësinë. Islami e mbështet shtetin, sigurinë dhe është kundër tradhtisë. Ta tradhtosh një person është një prej mëkateve të mëdha në Islam. E lere me të tradhtosh kombin, shtetin dhe vetë fenë, duke shfrytzuar atë si pretekst për t'i shërbyer armikut. Në këtë kontekst, përshëndesim veprimin e institucioneve tona të sigurisë dhe shprehim kundërshtimin e fortë ndaj çdo forme të përpjekjeve për instrumentalizimin e fesë për qëllime politike, propagandistike apo të spionazhit. Këto veprime janë sulm ndaj shtetit, ndaj shoqërisë dhe sulm më i madh ndaj vetë fesë së pastër islame. Të nderuar besimtarë, ju bojmë thirrje të gjithëve, veçanërisht e rinisë tonë, që të keni kujdes të shtuar dhe të mos bini në kurthet e rrymave devijante, të cilët synojnë t'ju mashtrojnë në emër të fesë. Mos lejoni që askush të përdorë emrin e Zotit për qëllime armiqësore dhe për qëllime të errëta. Ju ftojmë që të merrni mësimet fetare nga Bashkësia Islame e Kosovës dhe nga imamet e saj të autorizuar në xhamit anë kënd Kosovës, që janë shtëpitë e Allahut dhe që nuk mund të zëvendësohen asnjëherë me kthinat apo me lokalet e ndryshme, prapa të cilave nuk dihet se kush qëndron. Të mos ndiqni individ apo platforma anonime që pretendojnë të shpërndajnë dije islame, por që në thelb mund të jenë mjetet e propagandës së agjendave të qarqeve të huaja, që janë kundër kombit, kundër shtetit dhe kundër fesë. Të jeni të vetëdijshëm se prapa këtyre përpjekjeve mund të fshihen qarqe që punojnë kundër besimit tonë, kundër shtetit të Kosovës dhe kundër bashkëjetesës sonë fetare e kombëtare. Mos harroni se dashuria për atë dheun është pjesë e besimit, pjesë e imanit, ndërsa mbështetja për shtetin është obligim fetar dhe qytetar. Si besimtar të devotshëm kemi qenë dhe duhet të mbetemi pjesë e mbrojtjes së paqes, unitetit dhe identitetit kombëtar. Ne si Bashkësi Islame qëndrojmë përkrah institucioneve tona në çdo përpjekje për ta mbrojtur vendin tonë nga ndikimet e huaja dhe për të ndërtuar një shoqëri të drejtë, të sigurt dhe të ndriçuar në dritën e dijes së vërtet fetare islame. Le të jemi të bashkuar, të vëmendshëm dhe të qëndrueshëm. Le të mos lejojmë askënd që të kesh përdor fenë dhe ekstremizmin për të na përqarë. Le të mos lejojmë askënd që të kesh përdor fenë dhe ekstremizmin për të na përqarë, për të na manipuluar apo për të na kthyer kundër njëri tjetrit. Kudo që dëgjoni qëndrime radikale dhe ekstremiste, pavarësisht natyrës së tyre, duhet ta dini se prapa tyre mund të fshihen qarqe që nuk ja duan të mirën Kosovës, nuk ja duan të mirën fesë tonë, kombit tonë dhe që synojnë përçarjen, cenimin e bashkëjetesës si vlerë e kombit tonë. Është detyrë jona të jemi syqele vigjilent, të ruajmë shtetin dhe fenë, të mos bijem prej e provokimeve të ndryshme dhe të raportojmë rastet ku kemi dyshime. Zoti na ruajt neve dhe atë dheun tonë nga çdo e keqja. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zoti është përbleft myftiun e Republikës Kosovës dhe organet tona fetare, pra Kryesinë e Bashkisë Islame, e cila po mundohet dhe në vazhdimsi është duke u munduar përmes imamëve të saj, përmes njerëzve kompetent që ta vendosin renin edhe rregullin fetar edhe menaxhimin fetar islam të muslimanëve në këtë vend. Nuk na mbetet tjetër vetëm se të mundohemi të jemi besimtarë të sinqert, por anën tjetër në të njëjtën kohë të mundohemi të jemi syqel dhe vigjilent nga veprimet që bëhen rreth nesh si besimtarë. E aq më të vëmendshëm kur dikush flet në emër të fesë e nuk ka kompetenca juridike. Çdo gjë duhet të sistemohet në këtë vend, po edhe menaxhimi
i fetarëve dhe i fetarisë në Kosovë duhet të menaxhohen mirë dhe nga institucionet, e të mos i dorëzojmë mendjen tonë njerëzve të cilët flasin dhe thrasin në islam, por nuk janë juridikisht të ngarkuar me këtë detyrë. Pra të kemi kujdes, ta dim adresën për çështje fesë, për çështje fetare, ta dim adresën. Duhet ta di çdo njeri adresën, ashtu që po e dim kur po smuremi e kur po kemi nevojë për ndonjë mjekim, e dim adresën se ku do të drejtohemi, e kur kemi nevojë për çështje ekonomike, e dim adresën, e për çështje sociale kështu me radhë, i dim të gjitha adresat, edhe në çështjet fetare ta dim adresën ku. Përndryshe, na ndodhin gjërat cilat po ndodhin këto ditëve të kaluara e kështu me radhë. Allahu e rujt këtë vend, ja Rabbil Alamin, e lutim Madhin Zot që të na ruan të gjithëve neve, edhe na bën prej besimtarëve të devotshëm që ja din ranin edhe fesë edhe atë dheut e kështu me radhë. Deri në xhumën e ardhshme, selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.